Ne jemi një brez I rinj që jemi rritur me atë frymën që disa të drejtat tona I kemi të garantuara, por po rezulton e kundërta, pasi një të drejtë që është e garantuar me kushtetutë dhe ligj nuk po zbatohet. Kjo si historik ka nisur me peticionin e nënshuar nga 385 studentë të juridikut, që si kërkesë të tyre kanë pasur që provimin e jurisprudencës ta japin edhe në gjuhën shqipe, një drejtë që ju takon me kushtetutë dhe ligj. Por fatkeqësisht ne kemi një ministër të Palës Maqedone që dëshiron të marrë pojina politike dhe për ato pojina politike të tij nuk po realizon të drejtën tonë që na takon. Kështu që pas asaj kërkese të refuzuar për ato 385 nënshkrime, ne si 3 parlamente studentore universitare nga Universiteti Nën Tereza, Universiteti Shtetëror I Tetovës dhe Universiteti I Europës Juglindore, u bëm të gjithë bashkë dhe krijuam një grup organizativ, ku në bazë të atij grupi organizativ në shenjë pakënaqësie dhe revolte realizuam protestën tonë të parë më 6 prill 2026.